Teleshikues të nderuar, mirë se takojmë përsëri. Drejt për drejt nga salla luksoze e Kishës Zojës Pajtore në Southfield. Kemi sonde një mramje të rëndësishme, përkujtojmë 20 vjetorin e themelimit të shoqatës Dukagjini. Kjo shoqat pra u formua 20 vite më parë këtu në Michigan. Dhe këta po e bajmë sonde këtë përkujtim të kësaj mramje. Do të ketë musafirë të ftuar, do të ketë muzikë, shoqatat e komunitetit dhe njerëz të ardhur edhe nga shtetet tjera të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Do si gjithmonë, unë dhe Nuahila sonte do të përcjellim këtë ngjarje për ju dhe do të keni rastin ta ndiqni në ekranet e televizioneve tuaja. Prandaj, për këtë fillim kaq dhe ma vonë do të keni rastin që të ndiqoni nga të intervistuarit. Zonja dhe zotëri, mysafirë të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur në këtë fest, në këtë mbrëmje festive organizuar nga shoqata Dukagjini në Michigan. Unë jam Joli Paparisto dhe kam privilegjin dhe kënaqësinë të drejtoj këtë darkë, të jem moderatorja dhe këtë privilegj ma kanë dhënë shoqata Dukagjini. Falenderoj nga zemra. Sot jemi këtu për të festuar dhe për të nderuar trashëgiminë tonë të pasur kulturore historike, për të forcuar lidhjet tona si komunitet dhe për të kujtuar rrënjët e thella që i kemi në trevat e Dukagjinit. Vend ku historia, besa dhe tradita ndërthuren me krenari e dashuri për atë dheun. Falënderime të veçanta shkojmë për anëtarët dhe sponsorizuesit e kësaj darke festive. Kjo mbrëmje sponsorizohet nga Pavlin Zabelaj, $500, Dashamir Lamthi, $500, Markelian Jubani, $500, Det Shkëmbi, $500, Anton Shkëmbi, $500, Aldor Burgaja, $500, Gëzim Reshpja, $500. Tashmë kam kënaqësinë të prezantoj ca bukuroshe të vogla që na i sjellin me kaq shumë krenari këto kostume tona tradicionale, sot janë të veshur me xhubleta. Një duar trugitje më të fortë sepse i motivojnë që ta kërcejnë vallën e Rrugovës. Fort bukur. Jemi gati? Valle me motive të Rrugovës. Grupi Illiria e Kishës Zoja Pajtore.
një sekret të vogël, këtë vallë në Rrugovës e përgatitën dje për ju, kështu që dhe një duar trokitje për valltarit e mia. Good job, Chris. Faleminderit. Bashkë ngjitemi në skenë, mirë se vjen. Faleminderit. Mirë mbrëma gjithëve. Të dashur motra, vëllezër, miq nga gjitha trevat e Shqipërisë që jemi mbledhur këtu sonte. Ne kemi një shprehje në Dukazin, thonë mirë se ju ka pru Zoti. Dua të falenderoj sa miqtë tonë se çdo vit bëhen pjesë në mbrëmjeve tona nga Ohio, Sako Satko, nga Nigjoka, Ayaz Emini dhe Adem Meta. Është kënaqësi të jemi midis jush, jo si kryetar i kësaj shoqatës, por një zë midis gjithë jush. Dua të falenderoj të gjithë ata që e ban të mundur këtë mbrëmje, të gjithë ata që sponsorizuar. Bujaria juaj ban gjallë misionin ton dhe forcën e komunitetit ton. Dua të falenderoj nga zemra sekretarin e kësaj shoqate, Det Shkamin, dhe grupin e kryesisë Dashamir Lamthi, Aldo Bungaja, Markelian Jubani dhe Denis Qafrena për planifikimin, organizimin dhe përkushtimin që ju dhatë gjatë gjithë kësaj kohët për këtë mbrëmje kaq të bukur. Gjithashtu, dua të falenderoj shumë antarë dhe Dukazinas që nga fillimi i kësaj shoqate që mbajtën të gjallë këtë organizatë. Ndrek Gurin, Dua Shkamin, Dua Ftonin, Plum Kullën, Nikolin Shytin, Arben Sokolin, Kujtim Stërbycin e shumë të tjerë që ishin pjesë e kësaj shoqate. Dhe janë pjesë e kësaj shoqate. Sonde jemi mbledhur jo vetëm për të festuar një përvjetor, por për të ndërruar një udhëtim 20 vjeçar të kësaj shoqate. Udhëtimin e një shoqate që ka mbajtur gjallë shpirtin, vlerat, mikpritjen dhe traditat e veta për të oqeaneve. 20 vjet më parë, një grup shoksh, Dukazinas, me gjak dhe origjinë, Ndrek Guri, Dua Shkami, Dua Ftoni dhe Plumkulla, u mblodhen pikërisht në këtë komunitet këtu në Michigan, larg shtëpisë dhe vendit tyre, për të formuar një shoqatë kulturore, për të mbajtur gjallë identitetin e një vendit me histori qindra vjeçare dhe për të ndihmuar njëri tjetrin. Ata nuk e ndërtuan për pasuri apo për shtet, por për dashuri. Dashuri për menin e tyre, Dukazinin. Dashuri për atheon tonë. Dhe dashuri për njëri tjetrin. Gjatë këtyre 2 dekadave, ne kemi ndërtuar më shumë se një organizat. Kemi ndërtuar një familje. Kemi qëndruar bashkë në gëzime dhe në sfida. Kemi festuar lindje, dasma, arritje dhe kemi ngushëlluar njëri tjetrin në kohë të vështira. Në çdo kohë, uniteti jon ka qenë forca më e madhe që na ka mbajtur. Shoqata e Dukazinit është një simbol i asaj se çfarë mund të arrijë jo vetëm si Dukazinas, por si shqiptar të bashkuar. Të bashkuar si sot në këtu, në mbrëmje të kishës Zoja Pajtore, e cila
u themeluar nga një burr me origjinë dhe gjak, Dukaxhinasi. Ish domprek Ndrevasha, i cili kushtoi jetën e tij për ndihmuar dhe shërbyer komunitetin shqiptar këtu në Michigan. Ne kemi ndërtuar ura dhe kemi marrë pjesë në organizimet dhe festive me shoqatat e komunitetit ton këtu në Michigan, si shoqata Vatra, shoqata Kosova, Ballësia e Madhe, Bërdita, Jehona, Kastrati. Ne kemi mbrojtur të drejtat e popullit ton, duke u bërë thirrje udhëheqësve ton në vendlindje dhe jashtë për mbrojtjen e identitetit të mbarë kombit, për njohjen e identitetit vendosur të bustit të Lek Dukaxhinit, për mbrojtjen e tokave në vendlindje, për ndalimin e prishjeve të ndërtesave në Dukaxhin. Gjithashtu, ne jemi bashkuar organizatave të komunitetit duke bërë thirrje presidentit të Amerikës, Donald Trump, të mbrojë një rezolutë përfundimtare për çështjen dhe sovranitetin e Kosovës. Ne e kemi ushqyer rinin tonë me historinë të vendlinjes, të Lek Dukaxhinit, shkrimtarit të kanunit. Kanuni i cili na mësoi nderin, mikpritjen dhe bashkërinë, besnikërinë e palëkundur që vazhdon sot e brez mas bretis do vazhdojnë në zemrat tona. Edhe në këtë diasporë, ku tërheqja 2 botëve mund të shqyej shpirtin, ne kemi krijuar një shtëpi. Një vend ku fëmijët mësojnë të thonë, mirë se erdhe me krenari, ku pleqët gjenë ngushëllimin e fytyrat të ndërnjohura dhe ku të gjithë kujtojnë Dukaxhini nuk harrohet, nuk fshihet nga asnjë harë, sepse jeton në zemrat tona. Kjo mbrëmje na frymëzon të mbajmë zemrat e hapura, komunitetin e fortë dhe trashëgiminë tonë të gjallë. Së bashku, le të vazhdojmë shoqata e Dukaxhinit të ndriçojë si një dritë e unitetit, kulturës dhe dashurisë për 20 vitet e ardhshme e mëtej. Gëzuar 20 vjetorin e shoqatës Dukaxhini, mirë se ju ka pru Zoti dhe faleminderit. Faleminderit. Kam kënaqësinë të ftoj famulitarin e kishës Zoja Pajtore, Dom Dino Çekrezi. Qoftë të Krishti. Mirë se u ka bashkua Zoti të gjithë juve, kam kënaqësinë t'ju përshëndes të tanëve e shoqatës Dukaxhini gëzuar 20 vjetorin, gëzuar festën, e falenderojmë Zotin për ju, për venin tuaj, për burrnin tuaj, për të mirat që Zoti ka vënë jetën në gjithë secilit prej juve. Dëshiroj t'ju falenderoj shumë për veprat që i keni kryer tash 20 vjet, për të mirën e shumëve e për të mirën e përbashkët, dhe dash Zoti gjithmonë t'ja frymëzoj zemrën që t'jenin kujdes të njëri tjetrit e të gjithë atyre që kanë nevojë. Sot e nesër Ungjilli është që Jezusi thot lutuni gjithmonë. Tash mu lut gjithmonë na rrim pa punua, por ka thënë Shën Benedikti ora et labora, lutuni e punoni. Kush lutet ban veprat mira, kurse kush nuk lutet e mbesoni, pavarësisht që ban, nuk i ban mirë. Sepse lutja gjuha e Zotit, e aja është arkitekti, ka projekte të në mendjen e zemrën e vetë dëshirën me i bashkënda me ne, kur lut na flasim me ta, i marim prej ti, edhe i bajmë mire e kena forcen, e madhe ja uroj këtë shpirt të gjithë juve, që vazhdimisht mund na me qëndruan praninë e Zotit e me lutë. Edhe vetë sonde kam dëshirën emën Zotit me avlan bekimin, ju të gjithëve shoqatës Dukaxhinit popullit tuaj,
që t'ju bekoj Zoti vazhdimisht. Dëshiroj me e ba një lutje të shkurt me juve. Po qohë, në mëndatit të të birit e të shpirtit shme, Zoti qoftë me ju, o atë hy gjithë pushtesh, të bekoj me gjithë zemër për dashurin që ke për të gjithë ne, për gjithë bitë e dashurisate që i ke shëlbua me gjakun e birit tënd. Ti nuk pushon të në najtë gati, e të në arë në ndim për nevojën që kena, e nevoja jona shumë e madhe. Se jem bitë e tu, e jem thirun me jetuar për ngjasimin e Krishtit birit tënd. Në emrin tënd të shajt për të lutëm zbrazë shpirtin tënd, urtin tënd, e dijen tënd, e kuptimin tënd, e njohjen e tënd mirës që ti e vend për para nesh. E lyj bitë e tu me shpirtin tënd, në lyj të gjithë neve. Ullheqi këta të gjithë. Ullheqe shoqatën duka gjini, që të kryjnë veprat e tua o Zot, ban që t'jenë kujdes vazhdimisht me dëgjua zanin tënd, e me dëshirua me krye vullnetin tënd. Bekoj familje të gjithve këtu, e ruin pranin tënd e ban që festa e tyne o Zot t'jenë gëzimi i shpirtit tënd që janë gëzimi i vërtet. Na beko për ndërmjetësinë e Marisë Virgje e Shenë Jozefit. Ati ynë që jenë qiell, shajt nuk joftem në ytë ardhën mbretëria jote, u ba vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Zoti qoftë me ju. Për ndërmjetësinë e Nanës Tereze, ju bekoftë ju mbrojtë ju gjithë pushtetshëm Mati e Biri e Shpirtit Shëm. Gëzuar festën e urrujt Zoti. Faleminderit Domina. E për cilin Domina me një duar tërkitje, falenderoj nga zemra për përkimin e darkës, të fjalë të bukura, mrekullueshme. Dhe tani kam kënaqësinë të ftoj në sfidë këngëtaren e minjor Albina Andrej. Mirë se vjen. Mosafirë të nderuar, mirë mbrëma dhe mirë se keni ardhur. Uroj që të kalojmë sa më bukur sonte, gëzuar për festën e Dugaxhinit. Dash Zoti, festa gëzimi e paqem gjithmonë si kënd. Kalofshi mirë. Knoje
Lulash Palushaj, mbartës i disa vlerësimeve dhe dekorimeve, po për të vlerësuar dhe për të përmendur më tepër është dekorimi që ka marrë nga Presidenti i Republikës së Shqipërisë, Bujar Nishani, e ai është dekoruar me urdhërin kalorsi i nderit. Unë kam kënaqësinë që të ftoj përpara jush Lulash Palushaj, ta presim me një duar trokitja. Mirë se vjen, profesor. Kjo, në qoftë se është akush i dekoruar në Michigan dhe në sferën shqiptare për kanë gëvalle, e jehon në shpirt që na ban atë jelët. Unë të falenderoj shumë, je shumë i mirë. E mirë presim. Dukagjin dhe sofra Dukagjin, shoqate Dukagjin. Unë sonte nuk kam përgatit diçka një referat të veçantë, por të veçantë e kam me zemër se Dukagjini ka historit pavdekshme në përshekuj. Dhe ky Dukagjini, në atë histori përmenet herë si Pulti, herë dhe në Prizren, herë dhe në buletina tjena shalën e Kosovës, herë dhe në alen nga bjeshket e malit zik të Dukagjinas, dhe qysh gjes Kastriotit, një i leka, po i thomi malli Dukagjini, për cilën kom dëgjua se ju e keni përgadit një përmendore të male, a do të avenin Shkodër, a do të avenin mes Tiranës, a do të avenin kujtot zemra Dukagjinit noshi e faqen e bardh e tanë komi shqiptar të nderoj me atemën të lek Dukagjinit, por dhe me emna që do t'i përmend unë këtu. Sonte me lejoni që shoqata Dukagjinit, tash 20 vjetë, e gëzoft veprimtarin e vetë. Unë nuk do me përmen emën nga udhëheqësit apo kryetar që ishin, se gjithë ishin kryetar si ai që e kënon gjithë jem mretën, por Dukagjini ka burra dhe tarë komtar. Pjetër e Marin Spanin, Mehmet Shpenin, e Marashdelia, Bejton Doci, Bina Kolla, e Macel Daka, Gjon Marashjet, Bal Marku, Gjek Gega, i Shlakut, e Tom Kolla, i Prekalit, e tjere. Burrat urë, marë ljullin e Shalës, marë prel ujken e Planit, Zep Marashin e Kirit, Sokol Marashin e Det Mhillin e Shoshit, e tjere. Artist populli, si Ndrek Luca, Pjetër Gjoka, Gjon Elec, Shlaku dhe Tinka Kurti. Figura shuame doktor profesora të arsimimit, të kulturës, albanologjisë, historisë, etnografisë dhe asaj arkeologjisë Dukagjinit pavdekshëm. Këtu janë sa figurat shuame si doktor profesor Martin Camaj, që nga ka nderuar tanë kohën me jehonen veprimtarin e tij se çka është shqiptari dhe për që histori ka luftuar shqiptari dhe ka përfaqësuar Dukagjinin e përvetësuar e përzigjsuar shqiptari. Unë këtu po e përmend edhe një meshtar që ka shërbyer në Itali. Ajo është një jak, atë jaku, doktor profesor, me ligjeratat e tij në Bologna, në Milano, ka ligjeruar në barit Italisë e kështej. Po qka kishte shkrua ky njeri, Dukagjinës? Thot, u munova me punua me mishe me shpirt për komin shqiptar, u munova t'jem i sakte pahile se doja me mnjof dikush i huaj, se jam shqiptar dhe mbaj ata me pisniki e bujari e gjitha gzimet që i ka në shpirt veç shqiptari. Unë kom has në një thonë këta në njërë figurative, nga bosha në emën përmirësomni, në shafë thore, një trup i malë me dek, i tha, dy vizitorë, njëni i thot, po qka është ky trungë? Ky thot, trungë është i gjuën sa herë prej fejet.
nuk ja ka thye kraht, as ja ka thye trupin, as e ka shkatrua thot rojën. Këta janë Dukagjini historik, e as si kanë thye, as si kanë shkatrua, as si kanë shtuk, dhe as historia kur në jetë shqiptare zuhet harruhe. Dhe kjo, Dukagjinësit kanë histori, edhe në kohën e Gjergj Kastriotën, edhe në 1639, po kanë edhe kundra malazezve e sërbe që janë shumë me shkatrua Dukagjinin me 1915, po ka Dukagjini edhe kundra nazizëm, fashizmit që kanë luftua kundra tyne. Pse e thashtan këta? E kom shkruar, nuk kom dalë me reklamua një vepër timen që është botuar tash. Por thomë, o shqiptar, a e kupton vetë-vetin. E për me e kuptua vetë-vetin, ti dim brezat, të dim gjakën, të dim gjuhën, dhe mbi gjitha. Një ajo ushtri u që ka ishte 10 Tirana plot e për plot, në 4 anë, edhe nga ky vend lusin gjithë mërgata që t'i lshojnë nga Haga, sepse luftuan për pavarësi e për liri, edhe kështu vazhdojnë. Ndav Dukagjini ka doshë një minat pashme me ju. Faleminderit profesor, t'lu Gloria, si gjithmonë i mrekullueshëm. Një duar trokitje dhe një herë ta përcjellim profesorin. Në emër të shoqatës Dukagjini në Michigan, falenderoj për pjesëmarrjen këtu sonte dhe disa shoqata të Michiganit, kemi shoqatën Malësia e Madhe, një duar trokitje, faleminderit që jeni sot këtu. Shoqatën Kastrati, mirëmbrëma, faleminderit që jeni sot këtu, dhe shoqatën Kosova. Mirëmbrëma, faleminderit që jeni sot këtu. Jemi gati, Genti, Gent Çekorja. Jam për zotën janë. Një traditë shumë e bukur që na e sjell kjo vajza bukuroshe, e veshur kaq bukur me këtë gjubletën, hajde ta tregojmë gjithë të pranishve, sepse gjubleta, siç e dim, është një nga kostumet që ne gjithëve na bën krenar. Si e kemi? Shanciona. Nga Dukagjinit kemi? Dem baba dem. Dem baba dem. Dukagjinit. Faleminderit për këtë moment kaq emocional që na sollën. Dhe tashmë përsëri vallaret e vogla me një valle që titullohet Hajde Shqipe. Dhe një duar trokitje të fortë për kërcimtarët e grupit Ilirien.
Ju lumt, kërcimtarët e grupit Ilirja në nderuan këto vajzat sonte, faleminderit dhe mirupafshim në aktivitetet e tjera. Mirupafshim, faleminderit shumë, jeni shumë të mira. Një falënderim i veçantë përsëri në emër të shoqatës Dukagjinit shkon për prezencën e shoqatës Mirdita, mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur. Faleminderit shumë që jeni sot këtu. Është kënaqësi të ftoj për ju një mysafir të nderuar, Sako Satka. Unë e ftoj këtu në sken, mes duar trokitjeve tuaja. Është kënaqësi që ju keni këtu. Kënaqësia ime që të jem këtu me ju. Unë me aq informacion sa kam, dhe nuk e kam të gabuar, vjen nga Ohio, urdhëroni, këteja, është më nga shkallët jemi më kollaj. Tani, unë jam për ju, i njohur shumë për jush, edhe i kam kërkuar në eftonët që të kaloj pasaportësimin tim nga Tirana për në Dukagjin. Jeni të shumë dashur për mua, jeni një vlerë e madhe e Dukagjinit, plot histori dhe tradita, është në kënaqësinë time të papuntë, të përmbys shpirtin tim të bukur në shpirtrat tuaj të mrekullueshëm. Shoqata e Dukagjinit e ka treguar prej vitesh historikun e saj në shërbim të Atbeut, të Krahinës, kështu që është një vlerë e pasvendësueshme për të gjithë ju dhe mua bashkë. Zotit i lutem që Dukagjini dhe gjithë Dukagjensit të gëzojnë shëndet, mirësi, prosperitet, kudo që të jenë jetë. Ju jeni bërë një familje madhe, na keni zbritur Dukagjinin sot këtu, kështu që fjalët e tepërta janë fukarallëk. Ju dua shumë të gjithë juve, militantëve të fillimit dhe deri tani që e mbani të ndezur një pishtar të madh të jetës tuaj, Dukagjinin. Dikur shkruaja në Facebook, Luiq, më thoshin disa në librit e mi mbesat, në merë në Amerike, në mbaj atje të punojnë, po pse s'punon në Shqipëri, u thash? Po jo, Amerika është, Amerika nuk, e di se në Amerikë nuk punojnë. Edhe ju thash, o njerëzit e mi, rria ty ku të ka zën halli, mos kërko të djegi malli. Nës jeton do të aty, as këtu s'ke për t'jetuar. Ma e ndezur një kandil, se sa një jetë të shuar. E kuptuan disa folën kundra me disa. E kuptuan. Por... neve kemi Emigranti është ai që mban ndezur dritën e zakonit, dashurinë për kombin. Vetëm këtu nuk ndryshojnë parametrat e emigrantit kur është të kurbet apo në emigrim. Sepse atje në Shqipëri po dëgjojmë, po i shohim edhe kam 30 vjet që s'kam shkuar, e s'kam për të hekur se janë shpërbër. Nuk është ai njeri që kam lënë. Janë disa qenie të habitshme, jashtëtoksore mund të them.
Prandaj vëllezër, duajmë Dukagjinin, shpresoj se juve jeni ata që të mbani këndesur atë kandilin që u ushuar atyre. Ju falenderoj me shumë dashuri dhe respekt, nuk gjej dot fjalë për ju sepse janë konsumuar të gjitha, por ju jeni të mrekullueshëm, ju dua shumë, dhe sa të kem prymin, do t'jem pran jush, pran këtyre burrave që më njohin dhe më njohin. Faleminderit shumë, zotri Salka. Mrekullueshëm. Po mua më ke kuriozuar për diçka, dua të di nga jeni, nga cila anë e Shqipërisë. Unë në origjinë jam nga Skapari, por gjithmonë për Tiranë banuar. Ne kemi një skaparlik këtu me disnesh. E përshëndesim dhe e përcjellim me një duar trokitje. Faleminderit shumë, ishit më. Faleminderit. Tashmë mysafiri nga New Yorku, këngëtari Plum Vodnikaj. Ai e gati. Gjithmonë gati, ë? Mirë se vjen. Të nderuar zonja zotrimi, mbrëma gjithëve, është kënaqësi që jam sot në mesin tuaj. Edhe unë si Dukagjinas, ju përshëndes të gjithëve, mirë si keni ardhur dhe kalofshi sa më mirë. Gëzuar 20 vjetorin shoqata e Dukagjinit, inshallah gjithmonë festa gëzime. Edhe po shkojmë si mas zakonit prej te kryeja e vendit, një mosat e ora shans. Hajt! A bosha janë këtu. Një
ta vazhdojmë vallën me shamia. Hajde ta vazhdojmë vallën me shamia. O sa bukur kthejmë burrat nga Marzia. O sa bukur kthejmë çikat nga Marzia. Ju rrit mera. Faleminderit, ju lumshin kam dëshina përsëri pas pak. Faleminderit shumë, ju rrit mera. Si e ndese këtë vend. Thonë fillimi i marrë gjysa e punës. Po ti e fillove më shumë se mbarë. Ç'është duhet. Wow. Faleminderit shumë. I magjishëm, faleminderit shumë. Edhe një duar trokitje për valltarët këtu që u kënaqën. Unë nuk e se të qoni për sëri. Por Dukagjini pas ka shumë artist. Dhe u ka të najsin të thoi të një ideal të Dukagjini. A i shkruan shumë bukur, autori disa poezive, dhe së fundmi në rrjetet sociale ka pakesën e tij Oda, e cila ka hyrë në shtëpi të çdo shqiptarëve, jo vetëm këtu në Çilen, po kudo që ato janë. Kam kënaqësinë zonja dhe zotëri të ftoj Mark Denaj. Mirë se vjen Mark. Ka bërë prezantimin siç e meriton, por gjithashtu ti je një shok i imi dhe unë kam shumë kënaqësi që sot të ftoj këtu në skenë. Urime për gjithë shka të bukur ke bërë kohët e fundit, artistat kështu e kanë, gjithmonë lulëzojnë, mirë se vjenë. Joli, faleminderit për prezantimin, për shëndetje gjithëve mi Rama. Unë nuk do të marr asnjë fjalim sepse parafolësit folën shumë mirë për fjalë shumë bukur për Dukagjinin. Unë kam bërë një poezi të shkurt dhe pa mundohem me e recitu, pavarësisht se nuk jam recitues i mirë. Poezia fillon kështu. Janë do male në Shqipni, ku për to bota ka mi.
e ka shkru me fjallë të urta, atje është fishta të lahuta. Sot dy fjallën për i mërgimit, për ta në djemë të Dugagjinit, ku do në botë kjena kërnar, se gjithmonë na faqebar. Me dashni kem prit në amikun, luft në shekuj me amikun, se për fe e për atë dhe, Dugagjin si të bajnë be. Nuk a mirë me levdu vedin, e vërteta duhet thanë, kush pa drejt me not në shkelin, janë in krismat në Tiranë. Të shtanë bashkë, ta qojmë në goten, ta levdojmë krishtin me radhë, Dugagjinëve në tanë boten, lumi zët me aprimarë. Falemderës. Klub Gora Mark, poezia ishte e shkruar nga ti? Bravo. Një duar drogitje për Markon, solli shumë emocione. Dëshiroj të falenderoj gjithmonë në emër të shoqatës Dugagjinit dhe kryetarin e Këshillit të Kishës Zoja Pajtore, bashkë me këshilltarët e tij, po sot e kemi prezent zoti Pjerin Prekaj. Faleminderit, mirë se keni ardhur dhe mirë se jeni këtu të pranishëm. Një nga nismëtarët e krijimit të shoqatës Dugagjini, ish kryetari i shoqatës Dugagjini, aktivist i mirënjohur në komunitetin tonë, zoti Ftoni Mirëselja. Faleminderit të gjitha. Dashur bashkëpunëtar, motra dhe vëllezër, mirë mbrëma. Dhe mirë se na bashkues bashkë sonde në të 20 vjetor të thelbimit të shoqatës Dugagjini. As dasma, as festa, as gëzimi nuk bëhet pa mish. Sa do të kenë familja vetë mëra njerëz, por të rëthumisht dhe me i pasë rëdhvedit nuk e ka lezet në gëzimin festa as dasma as privetore. Në vitin 2005 u themelu kjo shoqat që thua që jena e shoqëri vogël Dugagjinas këtu në Michigan, por e bëme të madhe. Pse? Se në shoqëruan të gjitha shoqatat, miqt, shokët, dashamirët, cilët rrugtuan me ne këto 20 vite, duke na ndarue në darkën takime dhe së thosh na kanë dekoruar edhe darkën, edhe najen, se kur ti niste e mirë, do thot edhe ti jeme të mirë. Themelini se shoqatet duke falënderuar ata bashkëpunëtorë që ishin si grup më të parë, Nerguri, Kujtim Serbyti, Plum Kulla, Ben Sokoli, e tjerë që u bashkuame. U munuame, si thuash, me rrugtue bashkë me ta, dhe duke falënderuar të gjithë drejtuesit e kësaj shoqate, që unë jam i kryetari i fundit i kësaj shoqate, jena munue për të punuar dhe për të promovuar traditat e Dugagjinit të vend, se inshallah do të Zoti dhe fëmijët tonë nuk kanë me harruar tanë për po ditë se për i kavin, se po zite kavin nuk din as ka shkon. Falenderoj që këto shoqata, si që falenderoj edhe të tjerë të sonde që na kanë hesë me ne dhe jena bashkëpunëtar me ta gjatë 20 viteve. Shoqata e Dugagjinit me mundësit nga një grup i vogël që na ka kontribuar edhe për vendlinjen. Në vitin 2007, kur urdzue një makinë me 12 veta, me 12 viktima, të gjithë organizuan dhe i dhamat mundësit që pat me ne ja qume në Shkodër. Në monumentin e Martin Sams, të Lek Dugagjinit, të Mehmet Shpenit, dhe noj nevoj që ka pas në mundësive tona, këta Dugagjinas se në kursye me mundësit që kanë pas për të këthyve kryet edhe nga vene i vetë. Unë sot e kam një falënderim të veçantë për miqt e hojës dhe për shokët që sonde na nderojnë në të pjesëmarrje në të 20 vjetarë. Sanko Sako, mirë se ke ardhur me gjithë shokë, një biznesmen i madh në shtetin e hojës, i cili tash 20 vite na shoqëron në komunitetin tonë, i cili për hir të komunitetit për ta nderuar e ka promodosmën e idealit nga hoja për thyrë matësorët, kosovarët
dhe komitetin Dukazinas e gjitha krahinave në Detroit, ku ka pas 1000 vetë për lartë. Gadi Gjako biznesmen, mirë se ke ardhë. Aja Zemini, një bashkëluftar, është antar i luftës Kosovës, i cili ka kontribue edhe për klirimin e Kosovës, mirë se ke ardhë. Aden Meta, ish kryetari i Shoqërisë Shqiptare Amerikane në Cleveland, mirë se ke ardhë. Sherif Nereca, faleminderit me gjithë grupin tanë që keni hapësore për të na nderuar. Profesor Lash Palushaj, jeni nërë ku të që tjeshtë, falneroj shumë sot dhe që na ke supportue dhe na ke supportue bashkë me vëllain tënë, këtë ardhe sot në këtu, na keni nërue, ju faleminderit gjithëve. Nes e kena dorëzua si thua generata joni, ja kena laqua do të rive që kam shumë besim dhe i falneroj sot në këtë grupin organizator për organizimin e kësaj bukur, edhe mba bukur se kena bërë na këtu para dhe kam besimin ta se kanë me që manët dhe kanë me lanë manën së shoqate. Ju faleminderit, mirë se keni ardhur tanë, po të gëzimin familjet tuaja, Zoti ju bekoft ju familjet, gjithmonë kjo është bashkë me njëri tjetrin, për njëri tjetrin dhe për atë, mos e harrojmë kurrë dhe banin tonë. Ju faleminderit. Dhe unë falenderoj Luef Toni, një duar trokitje, faleminderit për gjithë shka që për kontributin tonë në këtë komunitet. Anjeza Ndorë, e mrekullueshme, mirë se vjen në dashur. Dhe me që të kam këtu sa të vina, mund t'i jap një falenderim asaj zonjës me ato kostumet e bukura tradicionale që i punon aq bukur dhe me dashuri, na i ke zbukuru këtë vend sot. Faleminderit që na e sjell kulturën, traditën nëpërmjet duarve tuaja dhe na i vesh të valltarën tanë për bukurinë. Faleminderit. Joli, unë ja kam ble 2 vajzave të mia të kjo zonja, 2 kostuma shumë të bukura që janë si yll, të lumshin duart, je shumë e mrekullueshme. Faleminderit Joli. Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se kemi gjetë në emër të gjithë kolegëve dhe artistave që ndodhemi sonte. Urime 20 vjetorin e shoqatës së mrekullueshme Dugaxhini. Uroj me shpirt që të vazhdoj për vite dhe vite, duke ushtuar edhe dashuria për adheon, për përjardhjen tonë, për dashurin që e injektojmë në gjakun si shqiptar, si Dugaxhinas, si advetar që jena. Ju përshëndes nga zemra. Anjeza Ndorë, please. Ju lutem, një duar trokitje. Shumë faleminderit. Do vazhdojmë me një programin live. Ju ftojmë të kërcejmë së bashku, të kalojmë një natë të mrekullueshme për Dugaxhinin dhe për të gjithë të ftuarit që ndodhen sonte. Faleminderit. Hey!
Faleminderit. Hajde shkojmë një valle që do një. Lui shoto lui, valle da lui. Lui shoto lui, valle da lui.
s'ka kushtataj, vaj, kose ti mos shaj, se e nuk shamin, s'ka kushtataj. Hajde se! Mosja për me hine, djalit ja banjir. Hajde kanofile, konjë në saksi. Mosja për me hine, djalit ja banjir. Vaj, kosin ti mos shaj, se e hak shahin, e s'ka kushtataj. Vaj.
shoqatin e Dukazhinit dhe gjithë pjesëmarrësit këtu dhe thot karrikën teme e paguën sonde për atje. Faleminderit për e di është mirë për ju. Po një faleminderit nga gjithë Dukazhin si vjen për televizorin e TV, i cili na është gjithmonë pranë për të na promovuar vlerat tona kudo që jena. Faleminderit. Faleminderit. Tash po shkojmë të kam burra se e parë se këtë lodh ka pëseni. Kurin shqipet në përshkrepa, të nërtishe të që ka bjeshka. Se tret prezident jashtë. E tu isha qafa, e tu isha mane, tu i namen e përsana jem. E 500 vjetë krajinat ka në thanë, ruju e fartë ku të keshan janë, se me para si suhia, si atë një gjeni belia he.
janë kënu e putira, o të lumë të goja o pumba të nikaj, shade shoshë nikaj lërtur, jem kanë bashkë e si jem dhakur, jem kanë bashkë luft e liri, por e pa bashkë fel shqiptari. Zemrat kënoftë me këta shoqni, o për të madhen e shqiptari, e ku si donë ba shqiptare bashk, e në zoti malmane, ato e plasne. Jam këngëtar dhe vete di, e s'mu nuk mu në kroj varas me ty, e për pak nëj dhe sa mos në di. Mirë se erdhe na të nërue, jeni djallë me të respektue, jo veç këtu për gjithë kun ke shkue. Faleminderit. Atër të të bëjmë edhe disa këngë tjera. Shkëna në të tishë, vëzdo. Konstantini javë për përshë në fjale, kush ma e shetë, o zani në në shale. E kush ma qetë, zani në në shale, ty më përë, ty me pajnë, kush mu shopë e tale. E shopë e dy ka hajtë breme i sapun, o tu dushë ma në shkallë me kalu e brem. E jonë bashkuani kalat e tane, kanë mësy e lumin, janë dalë ma tane. O mi ka thirë për i fisë të mërturin, o me bashkuan jem e barutin. O me bashkuan vredjen dhe pisin, me i nis luftën hajnë në bagin gjit. E në shakone shqytin pa i pa djerënia, ka këris pushka, o të do malësia. E të zokoni muste të gjati, me për pushka dhe zvajnë në gjako. E shkoshtonë e pajë këmalja e breles, kërse pushka e ka mëra breles. E shka kopën, o në shajnë la bëgëqi, pasë s'padjem, o ka të t'i fisim. E se ka tjem, o një ka jo mërturi, o në nasini se të fajtë sigurim.
Këngëtari duhet me njoftë ju se e keni këtu. Më ardhën prej atje mu prezentu ju marrë për ju. Bashkë nu, ma shpesh, edhe një fëllim. Qaj të kënip të në duket. Bashkën të gjitha trojet, e këna dhe një përshëndetje që në kanë njësë. Qa dilë mu qa? Përshëndetja është nga Dorian Nikoli. Ku është e Dorian? Dërë, a je gati? Sa që e shkamren e fikër na. Dorian Nikoli dhe Eduard Fusha përshëndetjen Frank Zefi. Ku a Frank Zefi? Shkoj me kamen Fred Prezeri në mërështuarën. Hajde me drashën këtë. Kur të hmini pa i dor për dor, o mos harroni
Ale lëshojmë rallën kolegës Albins. Ja pan prisho planet sultanit jo shtjela e për sponit qafte agri tani demedije naj këtër mrapan shtat krajlije Shalinjon os mujten me u kape degja u kanë sa rojet flake me qpeni o tret kuje plano prej një bajrakut shtatëdhjetë bura janë këto prej gjakut na skuq lumi e rane dete pa ushtri kraj lipat mete kush malirine prape skuqim historine Zemra këtu. I duhet të ginje për të dy burat e planit. Hajde, ja, shut!
e gjitha që kishim pregadit për ju sonte, me rastin e 20 vjetorit të përkujtimit të themelimit të shoqatës Dukagjini. Kaluam një vramje të shkëlqyeshme. Besoj se i da të kënaqur me pasurimin e programit të kësaj nate. Prandej, kur doherë me juve pran jush me rastet të tilla, televizioni i komunitetit shqiptar, ACTV, kur doherë me juve pran jush, nga unë Luiz Gjokaj dhe telekronisti Nuahila, në takime të reja, mirë se takohemi përsëri.